Gjirokastra vion të ruaj thesaret e saj historik dhe arkitekturor me projekte të rëndësishme restaurimi. Drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore gjatë kësaj periudhe po kryen ndërhyrje për të nxjerrë disa objekte nga lista e riskut. Sipas të dhënave, aktualisht po vion rehabilitimi i banesave karakteristike të kategorisë së parë dhe të dytë, si dhe i portave monumentale në lagje të ndryshme të qytetit. Kemi bërë disa ndërhyrje emergjente në disa prej objekteve të kultit, ku përmendim ndërhyrje të kryera në kishën e Dhuvjanit apo dhe në kishën e Bualit, ku në bashkëpunime e kulturare Heritage Without Border janë disa ndërhyrje emergjente për të shpëtuar nga rrezikshmëria. Sipas kreut të drejtorisë Ardis Duka, punimet e kryera kanë për qëllim ruajtjen e tyre dhe funksionalizimin për turizmin. Në periudhën e verës, ne kemi kryer disa ndërhyrje në objektet qendrore historike të Gjirokasës, mbajtëse, ku kryesisht janë ndërhyrë për të evituar degradimin e tyre, si sprethe apo element të tjerë të cilët i rritin jetëgjatësinë e objektit. Këto investime synojnë jo vetëm të ruajnë trashëgimin kulturore të Gjirokastrës, por edhe të ofrojnë një eksperiencë më të pasur për vizitorët vendas dhe të huaj.